Të dashur shqiptar, e gjeta problemin e demonstratës dhe protestave është një demonstrat mediokre. Njerëzit nuk din të lexojnë kërkesat të demonstratës nga telefoni, flasin nga njëherë gjysmë greqisht, gjysmë shqip, nga njëherë italisht shqip, shpesh flasin shqip me fjalë nga greqishtja. Pra janë refugjat që kanë haruar gjuhën shqipe dhe kjo dallohet shumë qartë kur ata flasin me njëri tjetrin në TikTok. Në bisedat të drejtë për drejta, janë një lloj rrethi katror që ata përdorin me njëri tjetrin prej vitesh, por ju nuk dini gjë. Imitojnë Alfred Sakon dhe rrethin katror të Top Channelit, por e bëjnë këtë me njëri tjetrin. Pra, imitojnë gjoja njerëzit e teorive konspirative dhe i kanë sjellë këto teori nga TikToku në sheshin para kryeministrisë. Tani, po zhvillohet një betejë jashtëzakonshme midis demokratëve dhe republikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë demonstrat e kanë nxitur pikërisht demokratët, që ta dini ju. Në fakt, po krijohet një lloj lufte civile brenda perandorisë amerikane që i ngjan shumë me perandorinë romake. Historia përsëritet. Në Shqipëri ose në Prygjen e dikurshme që do thot bregu në gjuhën shqipe dhe kelte, dhe apeiros, toke pafund në gjuhën greke, pra bregu në shqip, pra në bregun ton të dashur, është zhvilluar pikërisht betejë e jashtëzakonshme midis forcave të Augustit dhe Mark Antonit. Pra lufta civile e madhe romake e zhvilluar në vendin ton. Dhe ky fat, për fat keq, po na përsëritet. Një perandori tjetër po pson një çarje të brendshme të madhe, e cila ka filluar prej vitesh, por më është bërë shumë e dukshme kohët e fundit. Tani, kur unë pash këtë demonstrat kaq mediokre, unë thoja si nuk ikin njerëzit nga kjo demonstrat. Përse rin aty? Dhe përgjigja ka ardhur nga një studiues shumë i famshëm, një psikolog, i cili shpjegon se kur je në një marrëdhënie mediokre, e cila është pranë pragut të rrëzimit, por vazhdon të rezistojë rrëzimit, për shkak se ti mësohesh, adaptohesh. Pra dhe këta demonstruesit janë adaptuar me njëri tjetrin, megjithëse kanë 1000 plane të ndryshme që ata i quajnë agenda nga anglishtja. Agenda, që vjen nga latinishtja, pra plan, praktikisht. Të gjithë kanë plane të ndryshme dhe po ti mbledhësh bashkë bëjnë rreth 1000 pika të këtij plani që ata s'din t'i lexojnë nga telefoni. Dhe tani do ta shpjegoj me hollësi anglisht shqip përse njerëzit vazhdojnë në këtë demonstrat megjithëse ata e quajnë mediokre dhe të pakuptimt. Titrat, anglisht dhe shqip. Why is it easier to leave a dreadful relationship rather than a mediocre one? Pse është më e lehtë të largohesh nga një marrëdhënie të mëshme se sa nga një marrëdhënie mesatare? Why do we find it easier to walk away from a genuinely terrible job rather than an okay one? Pse kemi më të lehtë të largohemi nga një punë vërtet e tmerrshme se sa nga një punë thjesht e pranueshme? According to the Harvard psychologist Daniel Gilbert, this is known as the beta region paradox. Sipas psikologut të Harvardit, Daniel Gilbert, kjo njihet si paradoksi I rajonit beta. Gilbert argues that when we are faced with genuine suffering or hardship, our mind kind of mobilizes. Gilbert argumenton se kur përballemi me vuajtje apo vështirësi të vërteta, mendja jonë sikur mobilizohet. We rationalize, we act, and we devise a plan. Ne racionalizojmë, veprojmë dhe hartojmë një plan. But when we experience only mild discomfort, we do not recognize that something is wrong. Por kur përjetojmë vetëm një shqetësim të lehtë, ne nuk e kuptojmë se diçka nuk shkon. The discomfort sits just below the threshold where we would actually do anything about it, and so we don't do anything about it. Shqetësimi qëndron pak nën pragun ku ne do të bënim diçka për të, dhe kështu nuk bëjmë asgjë. We just kind of adapt. Ne thjesht sikur përshtatemi. Think of a job where they work you a bit too hard, or it is a bit too boring. Mendoni për një punë ku ju ngarkojnë pak si shumë, ose është pak si shumë e njamshme. Think of a flat or a house that is a bit too small. Mendoni për një banesë apo një shtëpi që është pak si shumë e vogël. Think of a relationship where nobody is exactly unhappy, but nobody is flourishing either. Mendoni për një marrëdhënie ku askush nuk është pikërisht I pakënaqur, por askush nuk është duke lulëzuar gjithashtu. In each case, the situation is never bad enough to force your hand. Në çdo rast, situata nuk është asnjëherë aq e keqe sa t'ju detyroj të merrni masa. And so, you stay. You adapt. Dhe kështu, ju rrini.
ju përshtateni. According to Gilbert, the solution to this is to reframe the problem. Sipas Gilbert, zgjidhja për këtë është të ndryshoni mënyrën se si e shihni problemin. Rather than asking, is this so bad I should leave? Në vend që të pyesni, a është kjo aq e keqe sa duhet të largohem? Ask the question, is it good enough for me to stay? Bëni pyetjen, a është mjaftueshëm e mirë që unë të qëndroj?